Horoskopi, datë 10 dhjetor 2025. Dashi. Sot për ju që i përkisni shenjës së dashit, dita nis me një lloj ndjesie të brendshme që ju shtyn të merrni iniciativa të reja, por njëkohësisht edhe një kujdes për të mos e lënë impulsivitetin t'ju udhëheq. Në planin financiar, kjo periudhë sjell një shans për të rregulluar një çështje që ka kohë që ju shqetëson, por gjithçka kërkon durim dhe një vështrim më të thellë ndaj detajeve që zakonisht i kaloni me vrull. Në dashuri, çiftet marrin frymëlirshëm sot, sepse tensionet e ditëve të fundit zbuten dhe mund të flisni më hapur për gjërat që keni mbajtur brenda vetes. Partneri ju dëgjon me kujdes dhe ndoshta ju surprizon me një gjest të sinqertë. Për beqarët, dita sjell një energji të fortë magnetike. Një takim i papritur mund t'ju trazojë zemrën, jo domosdoshmërisht nga dashuria e parë, por nga një ndjenjë kurioziteti që do të ndizet menjëherë. Demi. Për Demin, kjo ditë mbart një frymë të butë stabiliteti dhe në të njëjtën kohë një shtysë të brendshme për të rivlerësuar prioritetet. Në fushën financiare, ndiheni më të sigurt se ditët e kaluara dhe mund të merrni një informacion të mirë për një përfitim të afërt ose një projekt që sapo ka lindur. Megjithatë, edhe këtu është e nevojshme të mos nxitoheni, sepse çdo vendim duhet të shoqërohet me analizë të kujdesshme. Në dashuri, çiftet shijojnë një ditë të mbushur me ngrohtësi, ku partneri kërkon më shumë afërsi emocionale dhe ndoshta një moment intim ku të flisni jo vetëm për problemet, por edhe për dëshirat e përbashkëta. Beqarët pritet të tërheqin shumë vëmendje sot, falqetësisë dhe ëmbëlsisë që rrezatojnë. Mund të shfaqet dikush që ju sheh me admirim dhe kërkon të afrohet, prandaj mos u mbyllni. Në aspektin e shëndetit, trupi ju paralajmëron për kujdes me ushqimin dhe lodhjen e tepërt, sepse organizmi e kupton. Binjakët. Për binjakët, dita sjell një vorbull mendimesh, një dëshirë për të lëvizur, për të ndryshuar dhe për të kuptuar më thellë disa situata që kanë mbetur pezull. Financiarisht gjendeni në një moment ku idetë kreative mund t'ju sjellin fitime, por është e rëndësishme të mos i lini vetëm ide. Duhet disiplinë që ato të shndërrohen në diçka konkrete. Në dashuri, çiftet komunikojnë më lehtë se zakonisht, sepse një atmosferë e qetë ju lejon të thoni atë që keni pasur frikë ta shprehni më përpara. Ky është një moment i mirë për të vendosur plane të vogla të përbashkëta që rikthejnë shkëlqimin në marrëdhënie. Beqarët mund të marrin një mesazh ose një kontakt të papritur nga dikush që u ka pëlqyer dikur, dhe kjo krijon një emocion të përzier. Në planin e shëndetit mund të ndjeni lodhje mendore dhe shpërqendrim, prandaj duhet të gjeni pak kohë për qetësi, ecje ose aktivitet që ju shkëput nga rrjeti i mendimeve të tepërta. Gaforja. Për ju që i përkisni shenjës së gafores, dita vjen me një ndjesi të thellë emocionale dhe një dëshirë për të qëndruar më pranë njerëzve që ju japin siguri. Në planin financiar, mund të merrni një lajm që në fillim nuk duket shumë i rëndësishëm, por në fakt ju hap një derë të re për stabilitet në javët që do të vijnë. Mund të jetë një sugjerim për punë, një bashkëpunim i vogël ose këshill nga dikush që ka përvojë. Duhet ta dëgjoni me kujdes, sepse intuita juaj zakonisht i dallon shanset e mira. Në dashuri, çiftet përjetojnë një dritë të butë dhe të qetë, ku tensionet e brendshme qetësohen dhe partneri kërkon më shumë afeksion nga ju. Është një ditë perfekte për të rregulluar mosmarrveshjet dhe për të sjellë më shumë ndjeshmëri në lidhje. Beqarët ndihen më të përhumbur se zakonisht, por pikërisht kjo ju bën më tërheqës. Ka mundësi të takoni dikë që ju kupton emocionalisht. Duhet të kujdeseni për shpirtin më shumë se sa detyrat që ju detyrojnë të jeni të fortë për të gjithë. Luani. Për Luanin, dita vjen me një vibrim të fuqishëm, një ndjesi krenarie dhe dëshire për të marrë kontrollin mbi situatat që ju duken të pasigurta. Financiarisht ndodheni në një moment ku mund të fitoni diçka që e keni kërkuar prej kohësh, por duhet të ruani qetësinë dhe të mos prishni ritmin duke bërë veprime të nxituara. Ka mundësi të hapet një opsion i ri profesional ose marrëveshje që ndriçon rrugën për fitime të qëndrueshme. Në dashuri, çiftet ndihen më të bashkuar, por njëkohësisht nevojitet një moment i tillë për të hequr disa keqkuptime që keni pasur në të kaluarën. Sot fjala juaj ka peshë dhe nëse e përdorni me butësi, mund të riktheni gjërat në favorin tuaj. Beqarët ndihen të sigurt dhe ky vetbesim tërheq vëmendje. Mund të jetë dita kur dikush ju shikon me një admirim të hapur dhe u shpreh.
Në shëndet, kujdes me tensionin muskulor dhe presionin e brendshëm. Virgjëresha. Virgjëresha sot ndodhet në një energji të përzier mes analizës së thellë dhe nevojës për qetësim emocional. Në fushën financiare dita sjell stabilitet dhe një mundësi që kërkon vëmendje ndaj detajeve. Mund të merrni një ofertë të vogël, por që ka potencial të rritet nëse vazhdoni me disiplinë dhe durim. Ju keni aftësinë të kapni mangësi që të tjerët nuk i shohin, dhe kjo aftësi ju shërben sot për të shmangur gabimet të rëndësishme, sidomos në sferën profesionale. Në dashuri, çiftet do të përjetojnë sinqeritet, por zakonisht kanë prirjen të analizojnë gjithçka me tepri. Partneri mund të ndihet pak i lodhur nga pyetjet dhe analizat tuaja, prandaj përpiquni të jeni më të butë dhe spontan. Beqarët kanë mundësi të takojnë dikë interesant në një ambient pune ose situatë të përditshme, krejt të thjeshtë. Sot është një ditë e rëndësishme të mos i mbani gjërat brenda vetes dhe t'i shprehni ato lirshëm. Peshorja. Për peshoren dita ka një bukuri të veçantë, me energji të qetë, por edhe me nevojën për të vendosur balans në disa marrëdhënie që kanë pasur lëkundje të vogla. Në planin financiar mund të hapet mundësia për një bashkëpunim interesant ose përmirësim të ardhurave tuaja, por mos merrni vendime duke u nisur nga emocionet. Analizoni gjithçka me kujdes dhe mos ja anashkaloni detajet, pasi pikërisht aty fshihet suksesi. Në dashuri, çiftet mund të përjetojnë një atmosferë të ëmbël dhe harmonike, me dëshirën për të kaluar kohë së bashku. Një bisedë e hapur me partnerin mund të largojë disa dyshime të vjetra dhe t'i jap marrëdhënies suaj energji të re. Beqarët rrezatojnë bukuri dhe stil sot. Njerëzit ju shikojnë me admirim dhe mund të merrni disa sinjale romantike nga dikush që nuk ju ka bërë përshtypje më parë. Në aspektin e shëndetit, çdo konflikt, edhe më i vogël, do t'ju ndikojë menjëherë. Duhet të ruani patjetër qetësinë tuaj. Akrepi. Për akrepin kjo ditë hapet me një energji të thellë intuitive, me një ndjesi që vjen si nga thellësia e shpirtit dhe ju shtyn të kuptoni më qartë disa situata që deri dje ju dukeshin të mjegullta. Financiarisht jeni në një moment ku mund të shfaqet një shans i rëndësishëm, jo domosdoshmërisht i madh në dukje apo sipërfaqe, por që më vonë do t'ju sjellë shumë rritje dhe stabilitet. Mund të merrni një propozim të pazakontë, një ide që në fillim ju ngjall dyshime, por në fakt fsheh shumë potencial. Në dashuri, ata që janë në çift përjetojnë një ditë me intensitet emocional, ku fjalët nuk ju mjaftojnë dhe gjithçka kuptohet më shumë nga shikimet dhe mënyra se si afroheni njëri tjetrit. Për beqarët, dita vjen me një magnetizëm të fortë që tërheq njerëz të rinj në orbitën tuaj. Mund të jetë një takim i rastësishëm, por do t'ju lëjë gjurmë të thella. Shmangni konfliktet, sepse ndjeshmëria është shumë e lartë sot. Shigjetari. Për shigjetarin, sot dominojnë liria, optimizmi dhe dëshira për të parë më larg se zakonisht. Ju ndiheni sikur diçka e re po vjen, dhe kjo ju jep një energji të brendshme që ju shtyn të bëni plane të mëdha. Në planin financiar është një ditë e favorshme për ide të reja, investime dhe biseda që mund t'ju hapin rrugën për projekte interesante. Duhet të jeni të kujdesshëm, të mos e teproni me entuziazmin sepse disa gjëra kërkojnë jo vetëm guxim, por edhe strategji. Në dashuri, çiftet përjetojnë një ditë të bukur dhe të lirshme. Partneri ndihet mirë me energjinë tuaj të gjallë dhe dëshirën për ta kthyer marrëdhënien në diçka plot dritë dhe spontanitet. Është një ditë e mirë për një udhëtim të shkurtër apo thjesht për të ndryshuar rutinën. Beqarët ndihen të shlirë dhe tërheqës. Dikush ju afrohet dhe ju e ndjeni menjëherë nëse do t'ia vlejë të vazhdoni apo jo bisedën me ta. Bricjapi. Për bricjapin, kjo ditë sjell qartësi dhe vendosmëri, si një rrezë drite në mes të një periudhe ku përgjegjësitë kanë qenë të shumta për ju. Financiarisht është një moment i qëndrueshëm, por që kërkon planifikim dhe maturi. Mund të merrni një informacion që lidhet me të ardhurat ose me një projekt që ka kohë që po e zhvilloni. Sot është dita kur mund të bëni një hap të vogël për të rëndësishëm në karrierën tuaj. Në dashuri, çiftet mund të kenë momente të thella komunikimi, sepse sot nuk keni dëshirë për sipërfaqësi. Keni nevojë për sinqeritet dhe ndershmëri. Partneri e vlerëson qëndrueshmërinë tuaj dhe kjo ju sjell një afrim emocional për të cilin keni pasur nevojë prej kohësh. Beqarët mund të takojnë dikë të qetë dhe energji të ngjashme me tuajën. Nuk do të jetë një romancë shpërthyese, por një njohje që rritet ngadalë
dhe me stabilitet. Në shëndet, trupi kërkon pushim të strukturuar, një dietë të ekuilibruar dhe më shumë gjumë. Ujori. Për ujorin dita vjen me një frymë kreative dhe dëshirë të brendshme për të bërë diçka ndryshe, për të thyer rutinën dhe për të hapur horizonte të reja. Financiarisht jeni në një periudhë ku idetë tuaja mund të sjellin fitime nëse i ndani me njerëzit e duhur. Sot mund të merrni një mesazh ose ofertë që lidhet me një projekt të veçantë, ndoshta pak jashtë normës, por që juve ju përshtatet shumë. Në dashuri, ata që janë në çift ndihen më të lirshëm për të shprehur dëshirat dhe nevojat e tyre. Partneri ju kupton dhe vlerëson origjinalitetin tuaj. Beqarët kanë shanse të takojnë dikë me energji të çuditshme por shumë tërheqëse, pikërisht lloji personi që juve ju ngjall kurreshtje. Në aspektin e shëndetit duhet të fokusoheni në balancimin e energjisë mendore. Mendja juaj është shumë aktive dhe nëse nuk e kanalizoni drejt, mund të përjetoni lodhje apo shpërqendrim. Sot është një ditë e mirë për të bërë diçka artistike. Peshqit. Për peshqit dita sjell një butësi shpirtërore dhe ndjeshmëri më të thellë se zakonisht. Për ju gjithçka tingëllon më e fortë, më simbolike dhe më e mbushur me kuptime të fshehta. Në planin financiar kjo ditë sjell një shëtësi të lehtë me mundësinë për të përfunduar një çështje që ka kohë që ju rëndon. Nuk është dita për rreziqe, por për veprime të menduara. Në dashuri çiftet përjetojnë momente romantike sepse zemra juaj është e hapur për dashuri dhe partneri e ndjen këtë. Beqarët janë në një energji ku dikush mund të afrohet me delikatese të kuptojë mënyrën tuaj të thellë të ndjerit. Sot është dita kur një lidhje e re mund të lindë në heshtje, pa zhurmë, por me një intensitet shpirtëror që vetëm ju e kuptoni. Në planin e shëndetit kujdes nga lodhja, sepse ndjeshmëria e lartë do t'ju lodhë. Trupi kërkon qetësi, pak meditim ose thjesht një moment vetëm për vetëm. Nëse i dëgjoni këto ndjesi, dita mbyllet me një ndjesi paqe dhe inspirimi.